kalojmë tek dhënia e 3 çmimeve të tjera speciale. Imazhi më i mirë nga këto 19 vajza. Një çmim që ofrohet nga Meduza Cafe. Vjen këtu Francesca Jançe për të dorëzuar këtë çmim. Një tjetër bukuroshe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, imazhi më i mirë fitohet nga Alesia Bami. Alesia Bami. Alesia, po, mund vish. Vendosim fashon. Ovacione në sallë. Kjo do thotë që pas ka merituar imazhi më i mirë. Faleminderit Francesca. Çmimi social media. Do të vi një gazetare e televizionit Klan, Anduena Labani. Çmimi i Facebook, internet, vjen Anduena për të na thënë se cila nga këto vajza mund quhet edhe çmim publiku deri diku. Të shohim shihen e publikut më vonë me shihen e jurisë. Kush ka klikuar më shumë? Mirëmbrëma Anduena. Mirëmbrëma Berti, mirëmbrëma. Kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Atëherë, Ti je e bukur është fat. Ti je e bukur dhe e zgjuar është dyer fat. Emri i saj në fakt ka lidhje me një njerëz që ka bërë epokë. Quhet Mandela. kalojmë tek çmimi i tretë dhe i fundit. Ky është çmimi i inteligjencës. Do të vi Adrola Dushi, përfaqësues nga UET-ja, për të na thënë se cila është vajza që fiton një bursë 3 vjeçare studimi në këtë universitet. Këtu duhet ta kishe vënë prap, edhe pse kanë kaluar ca vite. Adrola, një duart rokitje. Faleminderit, mbrëma. Kënaqësi të kemi një tjetër vajzë të bukur në skenë. Faleminderit. Çmimin e Miss Intelligjencës sonte e merr Erisa Plumbi. But first, let me take a selfie. Erisa, një studente e ardhshme në universitetin ku është dhe Adrola. Universiteti Europian i Tiranës ofron një bursë plot për bukuroshën tonë Erisa Plumbi. Urime. Ju uroj suksese gjithë vajzave të tjera. Suksese dhe juve. Faleminderit. Kemi mbritur në një çast të dhimbshëm. Është i dhimbshëm sepse ne do të skualifikojmë 14 prej tyre, do të mbajmë vetëm 5. Është çast i dhimbshëm, por që do jetë i gëzuar më vonë sepse do të na çojë drejt asaj që do të fitojë kurorën e Miss Universe Albania. Kush janë 5 top 5-i? Alesia Bami. Kalon në 5 që po, i bëjmë vend. Urime Alesia. Vajza e dytë që kualifikohet, Zhaneta Byberi. Vajza e tretë, Alesia Noka. Alesia Noka dhe Ilda Kroni. E katërta e plotson këtë top 5. Emri i fundit, Eva Marko. Nga këto 5 vajza do të zgjidhet dhe Miss Universe Albania. Faleminderit gjitha vajzave. Ishin shumë të mira që të gjitha.